zotërinj, jemi rikthyer sërish së bashku në studio drejt për së drejti, jemi në hapësirën e intervistës dhe pa diskutim që do të kishte një vend veçantë dhe një prej çështjeve më të rëndësishme të globit, ajo që do të mbajë ditën e sotme ndezur të gjithë spektatorët që do të ndjekin finalen e Kupës së Botës. Me mua në këtë çaste në studio është bashkuar futbollisti Matteo Mezzini për të analizuar ndeshjen që do të mbahet ditën e sotme në orën 21:00. Matteo, mirëserdhësh, kënaqësi që të kem në studio. Kënaqësi është një. Atëherë, Matteo, konkretisht do doja që të ndaleshim pak tek ajo që mund të cilësohet si skuadra që do të jetë më favorite dhe cilët faktorë mund të vendosin fituesin mes Argentinës dhe Spanjës në këtë ndeshje. Atëherë, të flasim për faktorët që mund vendosin këtë sfidë janë të shumtë, por një nga faktorët kryesor mund vendosja lojtarët individual që tashmë dihet që me klasin e Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, nga krau tjetër Messi. Thjesht mendoj se një ndeshje luftuar, siç do jetë kjo e Spanjës me Argentinës, me një kulturë futbolli ndryshe, le të themi, ajo që do të caktoj këtë ndeshje është individualizmi i lojtarëve më teknik që mund të kenë të dy ekipet. A mendon që do të jetë kjo një finale përvojës së Argentinës apo e brezit të ri të Spanjës? Pra kush mendon që do të jetë pak më luftarak në fushë? Mendoj se përvojën mund ta them të paktën në botrorin e fundit e ka Argentina, teksa vjen si kampione bote në këtë finale tjetër. Por mendoj se do jetë një luftë anellësh, një luftë historie, një luftë anellësh mbi të cilat janë veshur emra dhe me shumë histori dhe emra më të mëdhenj. Mendoj se po e bashkangjiten pjesës së individualitetit lojtarëve, mendoj se diferencën do ta bëj ky fakt dhe të shohim se në fund fare kush fanell do peshoj më tepër, ajo Argentinës si kampione bote apo e Spanjës si një finaliste këtë botror. A ishte e pritshme një duel i tillë për finalen e Kupës së Botës? Apo ka qenë surprizë betejë mes dy skuadrave? Duke parë se Argentina vjen si një favorite e kaluar e botrorit, vjen si kampione në fuqi në këtë finale botrori, ne mund të shikonim një favorite absolute të paktën për finale, mund të shikonim Francën, duke parë kontingjentin që kishte midis saj dhe mbledhjen, grumbullimin e lojtarëve. Por në momentin që askush nuk po fliste për një Spanjë të tillë, ja ku finalja përcaktoi që Argentina doli drejt në këtë finale duke ardhur si kampione dhe Spanja doli, po themi, mund ta cilësoja një surprizë jashtë parashikimeve të çdo kujt që mund të shikojë futboll dhe mund ta përcaktonte diçka të tillë. E qartë. Ndalemi pak tek emrat konkretisht. Lionel Messi, mendojnë që do të jetë vendimtar ose sa vendimtar do të jetë Messi në një tjetër finale botrori dhe a mund ta mbyllë ai karrierën ndërkombëtare në mënyrë më të lavdishme, pra nëse do të ketë një fitore, se ishte pak e dhimbshme dhe trisht, le të themi, largimi i Cristiano Ronaldos nga fusha e blerët së fundmi. Atëherë, se kush është Messi dihet, se çfarë ka bërë Messi për Argentinën dhe në Europë më gjerë, kuptohet dhe dihet qartë, Messi është lojtari më i mirë në botë për këtë moment dhe për shumë histori çfarë ka lënë pas. Mendoj se Messi ka treguar që nga fillimi i këtij botrori që ka qenë një faktor kyç, le të shohim dhe moshën që ai ka dhe të shohim dhe klasin që ai ka për të vazhduar dhe për ta udhëhequr ta marrë, si themi, dorë për dore Argentinën për ta dërguar në finale. Mendoj se Messi do jetë faktori më i rëndësishëm i asaj kontare e Argentinës, duke ditur dhe influencën që ka kundrejt kontares, kundrejt vendit të tij. Messi mendoj se do jetë, mos them, do ta kaloj dhe Kylian Mbappé sot me golavorazh dhe do jetë kryegolashnuesi i këtij botrori. Ndër të tjera, Spanja ka eliminuar Francën në gjysmën finale, ndërsa Argentina ka arritur të nxjerrë jashtë